Si po përjetohet kjo së brendshmi nga Amerikanët, të cilët në nëntor kanë zgjedhjet e mes mandatit shumë të rëndësishme, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me shumë kënaqësi kolegun Beqir Sina. Zoti Sina, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, vlerësoj ftesën tuaj. Kënaqësi edhe për mua. Jemi në 60 ditët e armpushimit që kanë skaduar për çështjen e Iranit. Donald Trump me një dalje që pati zoti Sina tha se kthehemi tek qëllimi final se kur nisi kjo luftë, pra që Teherani të mos ketë armë bërthamore, por bisedime nuk ka përzgjidhjen e asaj paqe së vogël që quhej si fillim për çështjen e Hormuzit. Nuk e di nëse ka detaje në këto orë të fundit në mediat amerikane se ç'po luhet. Pikërisht me këtë do të theksoja dhe do ta filloja këtë bisedë lidhur me memorandumin e mikuptimit MOU që Iran i nënshkruar me 17 qershor 2026, i cili skadoi sot me 17 gusht, pra ishte ditë e fundit. Ai parashikonte arkushimin 60 ditor dhe negociata për programin bërthamor, ngusticën e Hormuzit, sanksionet dhe rindërtimin. Por çfarë ndodhi në këto? Gjatë këtyre 60 ditëve ajo shkaku pra që e çoi deri aty sa dhe në thonjza, do të thoja, dështoi edhe ky memorandum. Ishte ajo se sulmet vazhduan nga të dyja palët. Asnjëra nuk ra dakord dhe patën sulme të ndërsjellta në lidhje me anijet në Hormuz. Presidenti Trump deklaroi se arpushimi është mbaruar, duke i quajtur udhëheqësin iranian skum, njerëz të smur dhe të çmendur. SBA nisi sulme të reja me objektiva ushtarake iraniane, ndërsa Teherani u përgjigj duke sulmuar bazat amerikane në Lirin Persik. Kështu që vazhdoi ky konflikt vazhdoi me më tepër nga ana diplomatike dhe me disa ngacmime të tjera me sulme të njëpasjeshme ndaj njëri tjetrit. Por ajo që krijoi edhe atë dështimin, pra thojse siç thash edhe më parë, të këtyre 60 ditëve të këtij memorandumi, ishte edhe situata e brendshme këto, duke përfshirë situatën e brendshme në Iran, situatën e brendshme këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Izrael. Që të treja janë përpara problemeve të mëdha të brendshme lidhur me politikën që është ndjekur deri tani. Dhe kjo ka ndikuar sidomos më tepër në politikën amerikane. Politika amerikane, siç e thatë edhe ju, e theksuar, lidhur me atë se kemi zgjedhje të afatmesme dhe janë shumë të rëndësishme, lidhur me të ardhmen e presidentit Donald Trump, një humbje ashtu siç po punojnë demokratët për një humbje të madhe të republikanëve, pra dhe marrjen e majorancës në Kongres dhe në Senat. Atëherë ndërlikohet edhe çështja e impeachmentit të presidentit Donald Trump. Dhe presidenti Donald Trump po ndjek me shumë kujdes që mos të arrijë deri aty sa të ngjallë një pakënaqësi në pakënaqësi të brendshme, pra deri në nëntor. Pastaj se çfarë do të ndodhi mbas nëntorit do të jetë e diskutueshme. E vërtet. Ajo që lëvizja më diplomatike më madhe e presidentit Donald Trump dhe lëvizjes politike të Shtetet Bashkuara të Amerikës brenda me këtë politikë është edhe ajo që filloi tani. Filluan bisedimet për çështjen e Hamazit. Pra u shkëputën nga ajo çfarë ishte për të bërë ose për të vazhduar lidhur me ato memorandumin MOU, SBA Iran, dhe gjithë çështja kaloi tani tek një çështje tjetër, tek Hamazi dhe bisedime dhe afrimin e Izraelit. Por njëkohësisht këtu desha të theksoja tani se edhe Izraeli është përpara shumë probleme të tjera të brendshme. Lidhur me zgjedhjet që do të bëhen atje, edhe atje Netanyahu ka problemet e tij dhe është shumë në diskutim ajo se cila do të jetë e ardhmja e tij. Dhe kështu që po njëjta gjë kemi edhe në Iran në politikën e brendshme. Duke parë në atë pse dështoi, kam fjalën memorandumi i 60 ditor, MOU. Dështoi në Iran, nuk dështoi në Iran, Irani pretendon se ka fituar luftën, ka fituar ushtarakisht dhe ekonomikisht. Por faktikisht aty kanë filluar dhe ka ato ndarjet e mëdha midis tre pushteteve, pushtetit shpirtëror, pushtetit juridik dhe pushtetit politik. Janë tre pushtete të cilat janë në luftë me njëri tjetrin, por që deri tani, meqense është edhe
çështja e luftës dhe përplasjes me Iranin dhe Izraelin, pothuajse janë të shuara për këtë